Analisti politik Shkëlzen Gashi ka kritikuar ashpër partitë opozitare në Kosovë për atë, siç thot ai, zhagitjet e panevojshme në proceset parlamentare, duke përfshirë mosvotimin fillestar të Albulena Axhiut dhe Nenad Rashić. Sipas Gashit, opozita humbi muaje javë pa arsye për të përfunduar duke votuar të njëjtit kandidat, ndërsa kjo i dha kryeministrit Albin Kurti avantazh politik. Ai thekson se nëse opozita do të vepronte menjëherë, do të dëshmojë më herët se Kurti nuk i kishte votat për qeverinë dhe vendi do të shkonte në zgjedhje në qershor. Gashi thot se Kurti i paraqiti ata para publikut si bllokues të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, ndërsa opozita në fund ja rregulloi vollen për zgjedhje në momentin më të favorshëm për të. Për partitë politike opozitare, tu e ditë që kryetari i Kuvendit të Kosovës si takon sipas vendimit të padrejtë të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, forcës së parë politike, partitë politike opozitare u dasht menjëherë me votu Albulena Axhiun për kryetarin të Kuvendit, i humbën disa muaj kot, fillimisht me certifikim të mandateve të deputetëve, e mandej tu mos e votu Albulena Axhiun, e në fund edhe i certifikun mandatet, edhe e votun Dimal Bashën, s'ka kurfar dallimi në mes të Dimal Bashës e Albulena Axhiut. Njësoj partitë politike opozitare i humbën disa javë krejt kot tu mos e votu Nenad Rashić për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës, e mandej e votuan, ku është seanca me i humb disa javë tu mos e votu Rashićin, e në fund me e votu. Nëse nuk i kishit shkaktu këto zhagitje krejt të panevojshme, do të ishte dëshmuar shumë shpejt që Albin Kurti nuk i ka votat për qeveri dhe zgjedhjet e parakohshme ishin kryer në qershor dhe kështu kishit tentuar mos me ia zgjat jetën një qeverie, siç thoni ju, të dëmshme për Kosovën. E në të vërtetë nuk ka qenë aq e dëmshme për Kosovën sa ka qenë e dëmshme për Juve, por kjo muhabet tjetër. Gjatë krejt kësaj zhagitjeje, Albin Kurti ka lujt me Juve si maca me miun, ai ka arrit me ju ba krejtve bashk, ju të këqind krejt bashk në një anë, e ai miri krejt vetëm në anën tjetër. Albin Kurti ju nxjerri bllokues të miratimit të buxhetit të Kosovës, bllokues të buxhetit për RTK-n dhe bllokues të marrëveshjeve ndërkombëtare. Në fund, ju janë drejqet vollejn Albin Kurtit, që me i mbajt zgjedhjet atëherë kur ati i konvenojnë mas shumti, e kur mundet me marrë mas shumti vota e me ju mujt fort fliqt. Nese se e zgjata.